Shiko, nuk është hera e parë që e dëgjoj këtë. Nuk e Ka shumë gra që ja dalin, por nuk përfshin nënat, familjen, çfarë ndodh? Pse? Pse e bëre këtë? Nëna ime ishte një grua e cila dhe është, sepse jeton në Di dhe ti shkon për herë takon. E cila do të jetonte dramën time, por mund të ndodhte edhe asaj një dramë më e madhe, sepse ishte shumë e sëmur nga zemra. Doja ta mbroje ti. Do me thënë doja ta mbroja. Sigurisht që do vinte një moment që ajo do ta merrte vesh, po pse duhet të jetonte me atë para operacionin tim. Madje unë bëra edhe një tjetër, do me thënë, sa jova dhe diçka që e çova edhe me pushime. Kur unë u operova, nëna ime nuk ishte as në Shqipëri. Dhe kur ne u kthyem të dyja bashkë. Pra do të nuk përfshive asnjëri. Jo, asnjëri, sigurisht informacion të hollësishëm kishte vetëm me motor. 2 fëmijët dhe gëzimi. E qartë. Mendoj që kam bërë zgjidhjen më të mirë. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.